Prandaj, në këtë ditë të rëndësishme, le t'i nderojmë liderët tonë historik, të cilët me vizionin, guximin, sakrificën e bën Kosovën shtet të pavarur e sovran. Hashim Thaçi, nënshtruesit e marrëveshjes Sarajevis, forcë e baratisë, kryeministri dhe presidenti që aktivoi Kosovën në kontinent. Kadri Veseli, heroj e Heshtur. Kadri Veseli, heroj e Heshtur, shiritorin e madh dhe kryetorin që modernizoi partinë. Jakub Krasniqi, Jakub Krasniqi, politikonin e unë dhe zërin e pathyeshëm të Krishtit tonë Kosovës dhe shtetit tonë. Sakrifica e tyre dhe shumë të tjerëve është themeli mbi të cilin qëndrojmë sot. Faleminderit edhe miqve të mi, Enverit edhe Mendit, për punën e tyre të patratë.